Qerdhja e re në Çajër nisur nga përbërja e qeverisë së kaluar do të hapet në mes të muajit të ardhshëm. Për këtë garantoi kreu i komunës së Çajirit Visar Ganiu, i cili në një prononcim për televizionin Shenja tha se procedurat kanë përfunduar dhe brenda pak ditësh pritet të përfundojë edhe kyçja e objektit në Ujësjellës. Procedurat kanë mbaruar gjitha, domethënë edhe punimet janë fazën finale. Ne përveç që ka disa rregullime teknike që i bëjnë domethënë për në aspektin e oborit të shkollës dhe parahymjes. Ne si komunë jemi në fazën përfundimtare për kyçjen e Ujësjellësit, cilën duhet domethënë ta marrim miratimin nga qyteti i Shkupit. Premtimet janë që këto 2-3 ditë do të vendoset edhe ajo çështje. I vetëdijshëm se disa herë janë shtyra fatet për hapjen, Ganiu thotë se në përfundim me sipër është edhe tenderi për pajisje me interier të objektit, tender ky i hapur nga Ministria e Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë. Sipas projeksioneve që kemi bërë ne, mendojmë që nga mesi muajit tjetër do të jetë gjithçka në rregull. Domethënë paraforcisht një muaj, për arsye se disa herë na u kanë shtyr këto datat që i kemi dhënë si premtime, por jo nga ne. Nuk ka qenë fajt nga ne direkt, për shkak se ligji ashtu na imponon që ne të marrim domethënë miratime nga shumë institucione tjera. Po, unë jam i bindur që edhe pa përfunduar ky vit do të thotë shkollor për nxënësit, ne do ta lëshojmë Qerdhen në përdorim dhe do të jemi katëshëm domethënë që në prej shtator startojmë do të thotë me Qerdhen e re. Kujtojmë, kjo është qerdhja me kapacitetin më të madh në Maqedoninë e Veriut. Sipas informacioneve, në këtë objekt pritet të mësojnë dhe edukohen nga 320 deri më 340 fëmijë.